diskutonim këtë derdhjen e qumshit, djegjen e fastuleve apo të gjellëve. Ju ka ndodhur apo jo në familjet tuaja? Më e lashi qik se na tërbojnë e herë. Të vazhdojmë me recetën e dytë tjetër, pastaj më pas e rregullojmë. Me sa ta rregullojmë, po me bishta qepë është të ta rregulloj, por do t'jap shijen tek një gatim me miell misri, shtrat miell misri me, bëj një kthes shumë të bukur, ja ku e kam këtu, tamam si puna e lojës futbollit. Kam spinaqin, kam lakërishte, kam bishta qepësh, miell, vezë, djath. Qa të duash ti? Pispili mund t'i thuash, pacarok mund t'i thuash, pet me miell misri mund t'i thuash. Si të dëshironi ju, heq këtë enën bosh këtu që kam. Dhe të ketë lakrishte dhe unë nuk i them asnjë fjalë, thjesht e konsumoj. Mos më thua jo. Thjesht për që ta shijoj. Llojet e lakrishteve janë tashmë në kulmin e sezonit të tyre, nga më të ndryshmet, zgjidhni 2-3 sa të keni mundësi. Sa më shumë, aq më mirë. Të na ndihmojnë na pasojnë gjakun, më mungon një numrim tjetër, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Këtu duhet të kem unë 300 ml kos, gjë që kam shtuar 200 ml, për të arritur te 1, 2, 3, më duhet të shtoj edhe 100 ml tjetër kos. Ja kemi këtu kosin tradita se na jep edhe shihen sipas sa e kam unë këtu? Historisë traditës familjare. 300 ml kam vendosur unë këtu Nike? Po që ke vendosur fix 300 aty. Kaq kam vendosur? 300 ja tregoj atë. Po në rregull që e kam unë. Jemi të 300 mililitra. Sipas syze në rregull, pas kam qenë shumë. Megjithatë, kjo do të varet nga sasia, tepsia, për një tepsi të tillë kaq të vogël është një gotë mjaftueshëm. Nuk besoj zona duhet tjetër, Ani më thon drejtën. E shohim rrugës gatimin. Fillimisht të bashku lexojmë përbërësit e pacarokut, kështu që pacarokut, pispilis, unë e njoh pispili, ju mund ta njihni me emra të ndryshme, lakror me një pet ose ku diun pet misri me lakrishte. Po, si të dëshironi ju? Janë gatimet të traditës që na mbledhin dhe na japin shumë shije. Kanë vërtet shumë shije. Shohim së bashku një fillimisht se çfarë përmban kjo recetë, na duhet miell misri i bardhë ose mjafton të jetë shumë miell që ka një aromë të këndshme, ka një ngjyrë të njëtrajtshme dhe sigurisht na shërben për të përgatitur këto receta tradicionale. Ne për shembull e kemi quajtur këtë recetë pite tradicionale me spinaq dhe lakrishte të tjera dhe me miell misri. Receta ka vetëm me spinaq, por ne për ta bërë më të shëndetshme kemi shtuar dhe lakrishte të tjera. Spinaq, çikore, kos, krip, fryrës, vaj, trevez, djath i butë, 2 gota me miell misri, një tufë koper, bishta qepësh, fara të ndryshme, për shembull susam apo liri, dhe vetë për lyrjen e sipërfaqes. Shëndet. Tani faktikisht, si e mbajt. Nga që lirshëm e vajzë lirshëm, unë vendosa vezë. Për të shmangur për shembull plurin pjekos, normalisht që këto janë edhe kimikate, se nuk është diçka që është natyrale. Unë shtova vezë. I besoj më shumë vezës, bravo, që themu nga pula në ferm, nga ferma këtu, të rezja, nga rezja të Albana, direkt në të konsumatori. Atëherë, kam 3 vezë. Të gjallë? Në gjithë zë që kam unë. E pi edhe kështu të gjallë. Herë kështu si me raste, ke pas raste ta asë njerë. Njerë ta fiksu, nuk e pi do. Shtoj vezët, ju, kur keni plurin pjekës nuk shtoni, shtoj kripën, opa me radhë, do të shtoj masën e kosit këtu. Po tani të them drejtën, unë këtë pjesën këtu do t'ja pakës fare ujë. Pak, se në kam betur një qikosa aty në fund, se ka qënë, është kosi trash, normalisht, tradita është një kosë. Dhe era i qumë, se që vazhdojnë. Shtëpi. Po, t'i pyesim dhe anvisat, na thoni ju lutem se si dhe sa shpesh ju derdhet qumë. Dhe sa shpesh i bëni gafën që bëni muhabet e ruani bëni muhabet dhe ju derdhet. Dhe si hiqet ajo pjesa që zihet ato që do ta pastrojmë. Po mund të vendosni limonin me sodë shumë mirë. Pasi të tani, direkt për shembull tani, sepse ka hikur ajo nxehtësia dhe është ka pak fare nxehtësi, se kur është e ftohtë fare nuk e kryer atë funksionin.
Mos e gryeni me thikë, se gërvishni sopën. Do thonë ju e keni bërë. Po e kemi bërë në fillimet kur kam dalë. Nuk e dinim që ajo sopa dhe gërvishtesh, dhe ajo gërvishtja nuk ishe shekur. Po e kemi dhënë dikur dhe me letër zmerile, kur ka dalë në fillim. Unë e kam bërë për shembull. Po tani me utull me sot. Me utull me sot është diku në 98 edhe isha jashtë. Edhe kishin vënë tek sopa, kishin vënë në paketimet e një shpatull të vogël. Normalisht i dhash në shpatull, e pash, se ti kisha dzis, kisha rëve përsyze, e pash se kishte hequr edhe mirë, sepse s'kisha vendosur solucionin. E marra të letrën zmerile dhe bëra dzis për momentin, po kur u tha, pas kua ju e dini vetë se si del. Po kam bërë, me të tila kam bërë sa të duash. Sa të duash kam bërë të tila. Dhe gjithmonë vendosja një tenxhere si për sobës. Që mos të dukej. Edhe hile, po dhe hile, po. Gjasë ishte si dekor, pra, për kuzhinë. Atëherë, kam rrahur vezët, nëse ju nuk do shtoni plurin pjekës. Nëse ju do shtoni plurin pjekës, ne nuk shtojmë vezë. Edhe mund të shtoni, edhe po, në të kundër thjesht do leni një vezë për sipërfaqen e sipërme. Unë do të shtoj me radhë tashmë qepët e njoma, më pëlqen që të kem pak më tepër, por kjo është gjithmonë opsionale sipas dëshirës suaj. Marr masën e koperit, koper do të ketë mjaftueshëm. Po pse mos ta ketë një tufë nga ato të bollshme, sepse kjo do t'i japi dhe aromën. E dini shumë mirë për mirëmbajtjen e perimeve që i vendosim në frigorifer, i lajm, i thajm, nuk i vendosim me ujë. I thajm dhe më pas, ne do kemi, ja. I bëjmë, i shtrydhim adi, i bëjmë topa dhe i vendosim në me këto mund të bëni dhe ja prakë. I marr dhe i pres. Ja e që qike dhe këtë shishen e vajt. Hol, dhe ja, i vendos këtu. E largoj këtu. Do të shtoj edhe spinaq, që të kem, mos kem kaq ngarkesa në tavolinë, në tryez. Këtu, opa, ja. Tani, ti largoj të gjitha, sepse kemi dhe pak spinaq, do të edhim atë pjesën tjetër? Unë e vlerësoj shumë që anvisa dhe një pjesë e mirë, sidomos dihet që ndiqet pjesa e mëngjesit në report, dhe unë jam shumë e vlerësuar që na ndiqni, edhe pse mos ta them, tash i them drejtën, pse mos ta them. Jemi modest, por do ta themi. Jemi falenderues se ne nga ju e kemi dëgjuar, kështu që ju falenderoj. Po. Atëherë, shtoj vaj. Pakos vaj do t'i shtoj. Me një lugë, filloj dhe përziej avash. Avash, me durim, sepse unë s'kam nevojë që të kem. Pra kjo është një tjetër mënyrë e përgatitjes. Nuk e përgatim ta fare, që ne të ndihet shija e perimes. Në shumicën e rasteve, në fakt, edhe unë kështu i përziej. Pra mielin e misrit, kosin, këto vezët apo vishton këtu për ambisat. Do të shtoj. Një vezë duhet për t'i lidhur. Dhe pastaj e shillëshit që të kem. Vaj. E spërkasim me këtë mielin. Tani, e putrosim. Unë çfarë masa që kam dhënë atje, ju keni ato masa. Ajo është për një recet, masat që ne lexojmë në ekran, është për një recet standarde. Pastaj sa persona keni në shtëpi, është përse mos i respektoj sponsorat që ma bëjnë punën më të lehtë dhe që janë vërtet të duhur, ishte edhe pak kos. Sepse kam shuar më mas, më tepër, jeshilliqe. Po dihet që nuk janë vetëm sponsorat e emisionit ton, janë vazhdimi traditës për ato produkte të cilat ne i konsumojmë në përditshmërinë tonë. Një miell i duhur i thatë, s'ka nevojë për sitje fare, ky është miell misri, te miell i misrit mund të vendos, ato të ballokumeve mund ta vendosni. Po dhe të verdhin po, të bardhin po. Po çfarë ju do zemra ju? Jo, Ola i ka dyert të hapura për të gjithë ne që të zgjedhim. E përziej mirë. I shtoj edhe pak fare vaj. Po e don çik vajin sepse na deli. Me qetësi, me dashuri, gjithçka arrihet. Ja.
Nëse ju do ta leni që të vi pak, është akoma dhe më mirë. Përse them të vi pak? Sepse zbutet perimja. Zbutet perimja. E ka lagështirën e vet normalisht sepse ka qenë në frigorifer. Edhe pak fare këtu. Ja. Sepse lëshon ujërat e veta e marr. Direkt e vendosim në tepsi dhe përpjekje në një furrë që ne kemi para më përpara në 180. E përrisim edhe pak që të marrim më shumë nxehtësi. Pra, pite tradicionale me spinaqe, shëllëgje të tjera dhe me miell misri ka përfunduar këtu, e shtrojmë masën e brumit në tepsi dhe direkt për ta pjekur. Jo, do shtoj pak djathin, do shtoj djathin. Kemi dhe djathin për testuar. Po patjetër që kam djathin. Mos kishim edhe vezën apo jo? Djathin fillim fare, vezën do t'i jap në seancën e dytë. Okej. Kur të kaloj 10 minutë, do të shtroj vezën. Kosin tradita do ta mbajmë për ta shijuar dhe për ta shoqëruar piten, sepse më mirë se shoqërohet me kos me dhall, nuk ka bashkë shoqëruese më të mirë tjetër. Që të kemi atë shijen e veçantë ta ndjejmë sipër atë shijen kur hedhun kripën dhe piperin për shembull. I largojmë dhe vezën dhe farat do t'i shtojmë më pas. Pra janë dy përbërës të tjerë. Ne kemi zgjuar fara susami dhe fara liri aty në tas për t'ia shtuar bashkë me vezën, kryesisht me të verdhën e vezës për të marrë atë ngjyrën e kuqërem dhe të bukur kjo pite. Vendosim për t'u pjekur dhe ka tani një shkëputje tjetër me publicitet. Pakos vaj. Ju presim për të gatuar oshafin dhe vëmendje zonja Legjor Kasta që na kërkoi dje, do ta gatuajmë dhe ta mësojmë hap pas hapi për të shijuar dhe gatimet e tjera. Ju presim. Mirë se erdhët, është pjesa e fundit e gatimit në rrezen ton, për t'ju shpjeguar pak hapin e fundit të pites tradicionale me spinaq, lakrishte të tjera. Kemi shtuar në fazën e dytë pasi u mpiks pak, pra si e lam një 7 minutë në furrë, Albana i ka vendosur sipër edhe të verdhën e vezës, ose një vezë të plot mund t'ja shtoni, të rrahur paksa, dhe farat. Ja, këtu i kemi farat e susamit dhe farat e lirit, tani do të vazhdojmë me pjekjen e dytë, pra pjekja e parë ishte vetëm pak minuta sa të mpikseshe që të mbante në sipërfaqe më pas edhe këtë dozën tjetër të përbërësve. Po e vendos tani të marri temperaturën e duhur dhe të piqet deri në fund, nuk është shumë e nxehtë, është normale që mund. Kaluam tek receta e pites tradicionale me spinaq, lakrishte me miell misri. Keni spinaq, çikore, kos, krip, fryrës, vaj, 3 vezë, djath i butë, miell misri, koper, bishta qepësh, fara të ndryshme, zgjodhëm susamin edhe farat e lirit dhe vezë për lyrjen e sipërfaqes. Këto dy të fundit, pra farat edhe vezës, do t'ja shtoni jo direkt, sepse veza do të mpikset shumë, do të piqet më shumë se ç'duhet për piten, se duam të jetë e butë, po edhe fara do të marrin ngjyrë të errët. Pra, e piqni pak dhe më pas shtojani në gjysmën e dytë të pjekjes.